Shoqata Adhetare Kulla Bajraktari të Hotit në bashkëpunim me Muzeun Malësia organizoi një konferencë shkencore kushtuar kryengritjes së Malësisë së vitit 1911. Aktiviteti u mbajt në ambientet e Kullës së Çunmulës, një simbol i rëndësishëm historik për zonën dhe për gjithë vendin. Në këtë konferencë referuan studiues dhe historianë të njohur, të cilët paraqiten këndvështrime të ndryshme mbi rolin dhe ndikimin e kësaj kryengritje në procesin që çoi drejt shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Travajet mëdha kanë përshkruar Shqipërinë dhe Malësinë në këto 115 vite, e në këtë trull, ku guri ka kujtesë, e ku çdo shtek mban gjuhën të hapave të burrave që nuk u përkulen, historia nuk është veç e kaluame. Ajo është një prani e gjallë që na fton me u marrë me veten. Organizatori i aktivitetit, një herësh trashëgimtari i familjes së Çunmulës, Arjan Bajraktari, u shpreh se kryengritja e Malësisë së Madhe meriton më shumë vëmendje dhe promovim në shoqërinë shqiptare, si një moment kyç në përpjekjet për liri dhe pavarësi. Ne duhet të kemi në fakt studime të mirëfillta nga historianët, mbi këtë, sepse sot, siç jemi të gjithë në këtë megalomi të madhe të Facebook-ut, janë bërë rrjetet sociale, janë bërë janë sajuar, shtiktuar, duhet të ikim nga kjo dhe ta vëmë në baza shkencore historinë tonë. Kryengritja e Malësisë së Madhe, e njohur edhe si revolta shqiptare vitit 1911, ishte një nga kryengritjet më të rëndësishme kundër perandorisë osmane dhe u zhvillua nga 24 marsi deri me 4 gusht 1911 në rajonin e Malësisë, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt pavarësisë së Shqipërisë.